Përgatitim beshamelin për mushaka tani, edhe unë e bëj 1 kile qumësht, 5 lug miell, i trazoj bashkë, nuk e skuq një herë mielin, bëhet më i rëndashtu beshameli, edhe kështu bëhet shumë i thjeshtë me një herë edhe e ka shije fantastike. Tani unë nuk isha djathë të grirë, ndaj që do gri një çik djathë, mund të përdorin çfarë lloj djathi doni juve. Kuptohet që duhet trazuar avash gjatë gjithë kohës, që të mona digjet beshameli, edhe pastaj pas i rëzier do t'i hedh gjalp brenda, mos e shikoni se nuk është shumë, se do bëhet për një tepsi beshamel, mirë them, edhe një tepsi të gjithë mushaka. Edhe pastaj në fund do t'i hedh edhe një vezë brenda të rrahur, do ta trazoj mire që të shkrijë edhe gjalpi edhe veza të trazohet, pastaj një çik krip, një çik piperë, një çik tarmerik, edhe kjo është moskokari do quhet në greqisht, tani në shqip nuk e di, edhe djathin e grirë, i trazojmë të gjitha bashkë dhe shikoni sa kremi mirë që del. Në pjesën e fundit do t'rregoj si e shtrova.